Festivali ndërkombëtar i teatrit Butrin 2000 ka mbyllur mbrëmjen e dieshme edicionin e tij të 12. Trupa teatrore e teatrit Silence të Bergamos në Itali ishte debutimi më i veçantë ndër vite i këtij festivali, pasi performoi në rrugë mes qindra vizitorëve në shënditoren e Sarandës. Pjesa e titulluar si Ëngjëjt në qiell befasoi publikun me dinamikën dhe format e avancuara të ekspresionit. Ëngjëjt hyn mes publikut në shënditore e u vendosën krah monumenteve dhe u përpoqën të vendosnin një komunikim të heshtur mes teatrit dhe mjedisit jetësor dhe një dialog mes hapësirës urbane e punës artistike. Unë besoj se ajo që ne performojmë kuptohet prej publikut të çdo nacionaliteti. Gjuha e gjesteve privilegjon trupat si mjet komunikimi dhe gjuha e trupit përkthehet njësoj në çdo gjuhë. Silence nga vetë emri performon punën kërkimore përmes formave ekspresioniste, përmes bërjes së publikut pjesë të këtij aksioni. Ne kemi marrë pjesë në 10 festivale, por sonte këtu jemi shumë të emocionuar sepse ka shumë njerëz, pak hapësirë dhe shumë kuriozitet. Teatri Silence, pjesëmarrës në më shumë se 40 festivale të këtij lloji në të gjithë botën, njihet gjithashtu si autori dhe promotori i eksperiencës së quajtur Vendet e kujtesës, një teatr qëllimi i të cilit është prodhimi një shfaqjeje teatrale në rrugë. Një kritik i njohur teatri mbritur nga Greqia për të ndjekur edicionin e 12 është shprehur i befasuar prej të gjitha debutimeve. Teatri që ndoqëm sot është një formë bashkohore mjaft e njohur e artit teatral. Ai po praktikohet tashmë në të gjithë Europën për të promovuar hapësira publike dhe për të dhënë mesazhin se subjekti teatral duhet të jetë pjesë e mjedisit të vet dhe t'i jap hapësirës mundësinë e një frymarrjeje të thellë historike. Unë ndoqe të gjitha shfaqjet dhe sinqerisht ju kam zili që keni mundur t'i prezantoni publikut trupa kaq të mëdha si ato që ndoqën përgjatë netëve të festivalit. Shpresoj se trupa greke do t'jetë mes përzgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Festivali ndërkombëtar i teatrit Butrinti 2000 u rikthye pas 2 vitesh mungese, pa praninë e një trupe shqiptare, por kritikët e vlerësuan si mjaft prestigjioze pjesëmarrjen dhe performancat, ndërsa organizatorët thonë se festivali nuk do të mungojë më kurrë.